Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Tauland Balla, ka sulmuar kryetarin e Bashkisë Kavaj Fisnik Qosja për nisjen e punimeve në bulevardin kryesor të qytetit në kulmin e sezonit turistik, duke cilësuar vendimin një dëm për ekonominë lokale dhe bizneset. Balla akuzoi Qosën dhe pas 3 vitesh pa investime të dukshme, ka zgjedhur pikërisht muajt e verës për të prishur sheshin qendror të Kavajës. Në kulm të sezonit turistik, kryetari me mandat drejt përfundimit i Bashkisë Kavaj ka vendosur të shkallmoj pllakat e gurit që jepshin një pamje europiane mesdhetare sheshit qendror të Kavajës për të zëvendësuar me asfalt. Dikush mund të thotë është e drejtë e tij, por mbi të gjitha është një dëm i madh ekonomik, sepse është një investim i madh dhe të zëvendësosh pllakat e gurit me asfalt, por ka dhe një element tjetër që lidhet me kohën, o si mërë djalë, mu në kulm të sezonit turistik, ku sugjerimi im dhe i shumë të tjerëve miq të Kavajës është që t'i ftojmë ata turistë huaj që vinë golen të vizitojnë edhe qytetin e Kavajës edhe të kenë pak xhiro bizneset e qendrës Kavajës, ti shkon dhe shkallmon bulevardin kryesor të Kavajës. Po zotin madh. Kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i është përgjigjur menjëherë Tauland Ballës duke i bërë thirrje të mos merret me punët e bashkisë, por të fokusohet tek problematikat që sipas tij janë përgjegjësia e qeverisë, duke nisur që nga zhveshja që i është bërë qytetit Kavajës, pasi qeveria i hoqi institucionet. Qosja tha se bizneset për të cilët Balla shprehet i shqetësuar e kanë mbështetur ndërhyrjen. Përshëndetje dashur qytetarë të Kavajës, po marr shkas nga një video të dërguarit me punë Partisë Socialiste, Tauland Ballës, që ishte shumë i shqetësuar që Bashkia Kavaj po bën heqjen e pllakave në bulevardin kryesor. Gjithë atyre bizneseve që Tauland i kanë hallin, të cilët emër për emër më kanë marrë në telefon, më kanë kontaktuar dhe më kanë thënë që kryetare ato duhet ndrohen. Çdo qytetar që kalon aty me makinë më kanë thënë që ato pllaka duhet hiqen dhe duhet ndrohen. Dhe unë madje pak i vonuar dhe bëm veprimin e dur që po i heqim ato pllaka dhe po ta kthyer në bulevard me një asfalt të mirë, me sinjalistikën europiane, siç e meriton qyteti i Kavajës, dhe do të shndrohet komplet faqja asaj zonës aty. Por unë i them Taulandit që mos shqetësohet për punët e bashkisë, duhet shqetësohet për punët e qeverisë, sepse Kavajës Taulandi ja keni hequr gjitha. Por te duhet shqetësohesh. Për të turizmin që ti thua, që është i mrekullueshëm, po është i mrekullueshëm, por sot s'ka ujëra të zeza. Ka 12 vjet qeveria që nuk bën ujëra të zeza në zonën e plazhit. Përplasja mes Ballës dhe Qosës ka ngjallur reagime të shumta për kohën kur duhet të kryhej investimi dhe nëse pllakat e gurit duhet të zëvendësohen me asfalt ose jo.